8 muaj pasi u pajes me lejen e dytë të lejes për armë, Koqi dyshohet se shtiu me armë disa herë tek objekti ku po bonte roje Shaban Bajrami. Bajrami thot se nuk e njeh personalisht Koqin e as nuk e kishte takuar ndonjëherë, po ashtu ai thot se nuk i di motivet. Personin në fjali i cili në këtë rast është Kujtim Koqi, Kujtim Koqi, nuk e njoh, familjen janë njoh, po ato nuk e njoh, tash me më kalu nuk e njoh kush është. A ke pas ndonjëherë probleme me të ose me familjarët e tij? Absolutisht, as me to, as me kërkon diç. Jo, veç me një ashtë veti, kom bisedu, ku marrë vesh kush është më sajna, se kom ditë kush është. Thash, kom qef me pi një kafe, me bisedu, po jo që unë s'foli me vllavin e sende kështu kohë, e që kaq. Jo, tha është u konin pinta, po t'jap e di që u konin pinta? E që shtu fjallë. Po deri sot nuk e ki të ditën? Jo.